Në orët e para të mëngjesit u miratua buxheti dhe paketa fiskale me votat e veto maggiorancës. Bashkë me paketën fiskale u miratua dhe paqja fiskale, që në fakt është amnisti fiskale për bizneset për 3 vitet e ardhshme. Bizneset nuk do kenë mbi kokën e tyre shtetin. Për 3 vitet e ardhshme me një normë takse më të ulët, ato do të amnistohen. Tatimet, doganat, inspektorët do t'i lënë ato të qetë në aktivitetin e tyre. I kam dërguar një shkresë Ministrisë Financave për të bërë transparencë. Cila është lista e përfituesve. Dhe si gjithmonë, sigurisht që kjo transparencë nuk është siguruar. Bizneset që përfitojnë nga kjo amnisti fiskale, a kanë përfituar tendera nga paratë e buxhetit shtetit? A janë përfitues koncesionesh? A janë evazor fiskal? A kanë mashtruar shtetin? A janë duke u hetuar për korrupsion? Pikërisht këto gjëra, të cilat jam e sigurt që qeveria nuk ka për të bërë transparencë, janë pyetjet kryesore për këtë amnisti fiskale. Cilët janë përfitues e vërtet? Për kë bëhet kjo amnisti fiskale? Bëhet për shumicën e bizneseve apo për pakicën, si gjithmonë? Akoma nuk kemi një përgjigje dhe jam e sigurt që kjo nuk do të vijë deri kur të miratohet deri në fund buxheti.